Sot para gjykatës themelore në Klinj, banorët e fshatit Zajm kanë protestuar për çështjen e pronave të tyre. Sipas protestuesve, persona nga komunat e tjera në bashkëpunim me serbë po përvetsojnë prona në këtë fshat përmes dokumentave të dyshimta, duke i kaluar ato në emrat e tyre. Protesta e parë ishte mbajtur para 2 javë para komunës së Klinjës, ku banorët kishin kërkuar zgjidhje nga institucionet lokale. Atëherë ata ishin uzuar që rasti t'i drejtohej në polici dhe prokurori. Një nga organizatorët e protestës, Agran Dobrani, banori i fshatit Zajm, tha se prona që ai posedon është blerë nga gjyshi i tij qysh në vitin 1960 nga një familje serbe, por dokumentet e blerës sipas tij janë humbur gjatë luftës. Megjithatë, ai thekson se posedon dëshmi për pagesën e tatimit për këtë pronë, si para ashtu edhe pas luftës. Sipas Dobranit, prona e tij është uzurpuar nga një person nga Peja, për të cilën ai thotë se ka paraqitur kallëzim penal në polici së bashku me banorët e tjerë të fshatit. Në fjalë, Muharrem Berisha me bandat e tij kriminale vjen për 2 javë 10 ditë i përkthen pronat tona, i tjetërson pronat cilat i posedojna edhe i trashëgojna nga gjyshërit tanë. Ne sharem pra për derisa ju keni qenë procedurë gjyqësore me i përkthy tokat, ka hyrë një palë e tretë, zoti Berisha siç e theksuat, edhe ai për 2 javë e ka përkthy pronën e njëjtë për cilën ju keni qenë procedurë gjyqësore. Po. Për 2 javë i ka përkthy jo vetëm pronën tëm, po ka arrit 20 prona me bon manipulime në Zajm. Banorët thonë se në disa raste persona u janë marrë tërësisht edhe shtëpit përmes siç pretendojnë ata, dokumente të falsifikuara. Një tjetër banor i fshatit, Aslan Morina, deklaroi se persona nga Gjakova kanë përvesuar 2 hektar tokë nga banorët e fshatit Zajm. Ai shtoi se ndonë se ekziston një masë ndalimi nga gjykata, e njëjta gjykatë ka lëshuar dokumentet e tjera me të cilat këta persona janë pajisur me fletë posedimi. Edhe i murë për ratë vetën poseduese, shkrejtë në tjeri, e në gjykot, ja qiti prapë njëtën pronë, qitit Gjakovës, 2 hektar. Derisa ka qenë masa e ndalesës aktive. Derisa ka masa e ndalesës, qërë masa ndalesës, akt vendim i gjykatës. Ku mu drejtuna? S'këna pasit të zgjidhje, viç me ardhë para qësa gjykate. Nëse dhe kja hjek dur, nash ka me bon, ka me shkuën. Nuk jam i vetë mjone, po janë shumë të prejken Zajm. Ka njeri se e ka të vetë me në shpi. Që aton e ka marrë, e ka qitë në me dë vetin. Edhe tash, nëse ja merë qatë shpi, ku me shku qaj qytetarë? Kjo është protesta e dytë të banorëve të fshatit Zajm, e para ishte mbajtur para 2 javë para komunës së Klinjës. Ata paralajmëruan se nëse institucionet nuk ndërmarrin masa konkrete, protestën e radhës do të organizojnë para gjykatës në Pejë, si dhe nuk përjashtojnë mundësinë e bllokimit të rrugës magjistrale Pejë-Prishtinë.